shikoj një element tjetër, se jemi edhe drejt fundit, pa dyshim që kjo situatë mund të ndikoj edhe tek sektori i turizmit. Jo vetëm që mund të lidhet me çështjen e karburanteve dhe industritë dhe të gjitha agjensitë ndoshta mund të rrisin çmimet për biletat, por edhe me pasigurinë që krijohet ndoshta në lëvizje dhe në qarkullim gjatë këtyre kohëve. Sa do e dëmtojë Shqipërinë? Janë një sër sektorë shqiptarë në mënyrë cruciale. Dhe një nga këto, me lehtësi shqiptarë është edhe sektori turistik. Duke qenë se flasim për një produkt luksi, pra udhëtime, turizmi, pra jo një mirë të mosdoshme, normalisht që këto janë shpenzime të cilat lidhen shumë me aspektin emocional, me aspektin emotiv. Dhe për shkak flas për një periudhë të paqëndrueshme me nivel riski të lartë. Atëherë turistët, udhëtarët normalisht reduktojnë në mënyrë maksimale lëvizjen e tyre. Kjo na prek ne, sipërsa i përket flukseve turistike që ne prisnim për të hyrë nga jashtë vendit në Shqipëri, që mund të ishin përnotuar ose jo, por njëkohësisht edhe ka dishmërinë e qytetarëve shqiptar për të pushuar në sezonin verës, pasi një rritje e shpenzimeve për shportën bazë për shkak të inflacionit do të bëjë që buxheti i tyre për shpenzime luksi ndërtare edhe për sa i përket pushimeve verore, normalisht jetë ose më i reduktuar se të jetë një plan i cili shtyhet në kohë. Ndaj teksa jemi në ato fazën e parë të hyrjes në sezonin turistik, në hyrjen e sezonit të pranverës, ne do këtë periudhë do shohim ato efektet e para të saj, por që efekti më i ndjeshëm do të jetë gjatë muajve të pikut, pra kryesisht fundi i qershorit dhe më pas korriku dhe gushti i këtij viti. Dhe prekja sezon e sektorit turistik në prek në mënyrë të konsiderueshme edhe pjesën e të ardhurave. Ligë është një nga zërat kryesorë të bilancit